Njëra nga palët sot nuk je përgjigje. Zoti Lape, ju keni folur her pas here për parlamentin, ndërkohë që keni kërkuar edhe një model tjetër të qasjes së parlamentit ndaj qytetarëve. Aty është qësau që janë disa njerëz që janë emëruar, e si të tillë nuk kam ndonjë pritshmëri. Do thoni ju si mund flasësh kështu për të zgjedhurit. Po të ishin të zgjedhur, do a bëj hao, nuk janë të zgjedhur. Një pjesë prej tyre janë të zgjedhur. Janë të zgjedhur. Ne kemi një sistem që bëjmë me sikur. Doni ju, dakord, janë të zgjedhur. Nuk janë të zgjedhur. Sepse nuk kemi një sistem që prodhon garë. Tani unë kam vite që e them, nuk do lodhem duke e thënë, kjo është detyra ime funditës, të luftoj për atë që besoj. Prodhon. Me thënë të drejtën, kur unë kam qenë në fëmijërinë time, mbaj mend që kur ishte dita e parlamentit, që eveniment në qytet, në Sarandë, nga vi unë. Me dëgjoja këta të mëdhenj që thoshin ka parlament sot, thoshin, edhe mblidheshin njerëzit ore në përshpira, edhe dëgjonin, diskutonin, të nesmen, flisnin, e mbaj mend si tani. Kur vinte ndonjë deputet në qytet, ndoshta na dukej ne, po vinte një njerëz që kishte fare peshë mor. Tani ndrojmë stacion, e heqim, nuk e shikojmë fare. Po mua më duket se janë bërë jo hapa pas, po milje pas në këtë drejtim. Do të thënë cilësia është katastrofale. Ka ardhur duke degraduar. Kjo s'ka nuk prodhohet debat real, nuk ka një debat i desh. Janë sa njerëz që nis atje si në kosh zoologjik, bërtit njëri, bërtit tjetri. Pastaj këta bëhen tifoz me njëri, këta të tjerët me tjetri, ca i bjen tavolinave, ca karrikeve. Kur flet ndonjë që thot ndonjë gjë të zgjuar, sa u është bosh, se është dhe kjo hataja e madhe. Kur ndonjëri thot ndonjë gjë të zgjuar, sa u është bosh. Sepse i lën ata që thonë gjëra të zgjuara vetëm nuk e marr vesh. Gjithë e zbrazin sa. Ka një nivel të bërit politik që është e frikshme. Dhe problemi që unë shoh është diçka më i thellë. Se kur ne ishim të vegjël, e lidh me vegjëlin sepse aty brumoset njeriu, kur thoje deputet, kur thoje kryet, ty të vinte në mendje dikush që kishte një pozicion të lartë dhe që një njeri i nderuar, i respektuar, një njeri, do thoni ju ka qenë mirë, ka qenë Shqipëria atëherë, po me sa duket pas ka qenë më e mirë. Mbase më zhduk mua atëherë. Po në këtë lloj niveli, unë nuk e di domethënë, ky lloj niveli që të emëruar të gjithë, ti dëgjosh atje në komision me një ori juridike katastrofale. Njerëz që shkojnë, unë e daoj se më ka bërë avokatia, të daoj sa hap gojen ai. Ai shkon atje pa e lexuar draftin që ka shkuar, nuk e njeh ligjin që shkon të diskutojnë në komision. Shkojnë në komisione parlamentare pa e ditur, pa e lexuar ligjin që dhe këtë ta them me përgjegjësi se më ka ndodhur që kam shkuar si aktivist i shoqërisë civile për projekt ligje të caktuara. Nuk lexonin më asnjë nen fare, hiç 2-3 deputet nga këta të vjetrit që e kishin respektin për veten, e lexonin pjesa tjetër asfalt. Asfaltor. Dhe kjo nuk është për ta nxirr, kjo nuk është për ta bërë pis, kjo nuk është për ta relativizuar, por kjo është e vërteta. Shikon, në politik ka një rregull që na e ka mësuar Churchilli, spaku për procedurën parlamentare të komisioneve hetimore, që në rast se do të dështosh një çështje, mjafton ngresh një komision hetimor parlamentar. Dhe besojnë është kthyr në rregull, sidomos në Shqipëri, në vende si Shqipëria që s'ka si lloj vlere komisioni hetimor parlamentar për zgjedhjet, për më tepër. Një gjë që ka ndodhur në 2021-shin, ku kam qenë kundër dhe atëherë, e drejtuar nga Libej dhe Basha, që donin me i mush menjen Edi Rama se si na vodhe zgjedhjet. Dhe në fund ditës ç'a doli që u miratu një domethënë Sumbell fare. Po, u zon një 2 herë pra. Kjo është ideja, domethënë nëse do me konsumu kohë politike tani për mi tregu këtyne kush gjuh me shishe, kush gjuh me kushtetut, domethënë kush bërtet shumë i ranë sy kryetarit, unë besoj që ky komisioni hetimor parlamentar për zgjedhjet që do dalë me një raport të njëanshëm se nuk mund të pranojë Edi Rama që të ka vjedh zgjedhjet. Kjo është shmenduri. Pra, nëse ti ndjek njëjtën rrugë 2 herë, 3 herë, e ka thënë Einsteini atë shprehje. Tani ç'a ndodh? Ka pas një mentalitet fitus çështja e vjedhjes zgjedhjeve në 2001-shin, besoj se zotnia ti e ke ndjek me vëmendje,
që Partia Demokratike e ndoqi betejën në Washington dhe në Bruxelles. Pra jam shumë dakord me qasjen që Partia Demokratike duhet ndjek rrugën ndërkombëtare, sigurisht duke bërë aleancë me qytetarët, që të bind me qytetarët njerëz që të kanë vjedhur zgjedhjet, pastaj një aleancë me ndërkombëtarët. A janë të gatshëm këta ndërkombëtarë që të presin dhe të shikojnë te ti një partner serioz? Kjo është pyetje tjetër, por këtë gjë Partia Demokratike e ka bërë në 2001-shin. Dhe të jemi realist, ja doli, sepse presidenti u zgjodh në mënyrë konsensuale, kishim një notë ndërkombëtarëve që tha zotëri, këto deputet nuk të kanë takuar dhe i ke marrë me dushkun me atë fenomenin e famshëm atëherë, dhe ky eksperiment që ka dalë i suksesshëm atëherë, pse mos bëhet tani? Kini parasysh dhe diçka, niveli përfaqësimit, se Partia Demokratike është parti juriste, shumë të paktën kështu e majmen. Tani ka rani i batak, domethënë që kur i shikojun ata dhe më tha dikush nga këta që të bjap mbrojtje atje, domethënë te pjesa votave, mu më falë, po mu më vje për të vjellë, domethënë. Në këtë lloj niveli që ka ra bataku të përfaqësimit, domethënë, si parti jurista që ka prodhu juristat më të mirë në Shqipëri. Është një parti që avokatinë e zgjedhën, falë, ka bërë Spartak Ngjela më burr. Mund mos jemi dakord me shumë gjëra që thot Spartak Ngjela tani. Po për elokuencën dhe oratorinë që ka pas në 2001-shin ka bërë një avokatit mrekullueshme për zgjedhjet e 2001-shit. Pra, ti jemi nga Spartak Ngjela, te ca anonim tani, se s'du me dal me emra për arsye etike, po besoj se i njihni shumë mirë se kush janë. Unë besoj që kjo lloj partie duhet kthej pak syt nga vetja. Edhe nuk po flas për inate, po flas për luftë desh. Pra, ti je tregu i suksesshëm 2001-shin. Atëherë ka një rrugë, shkon në Washington dhe në Bruxelles, bind ndërkombëtarët, merr vëmendjen e tyre dhe hajde silli këtu dhe ose ka një rrugë tjetër pastaj që s'besoj se e bëjnë dot ta, që na mësoi Greqia, në fakt na mësoi shqiptarë në Greqi, nuk e di e ngjova të rastin e Pano Ruços, nga Fieri, filli vetëm nisi grevurie para parlamentit sepse kërkonte zhvarrosjen e fëmijës vet te aksidenti që ndodhen me trenat atje, gjithë e tallën fillim. 35.000 grek e takonin çdo ditë. U çu shtetin kom sepse e bllokoi zhvarrosjen e fëmijëve dhe analizat toksikologjike, sepse ata kishin idenë që në tren kishte lëndë helmuese. Dhe një njeri atje, jo deputet, njeri thjesht emigrant i familjes shqiptare, kur ka seriozitet kauza, ngriti krejt Greqinë dhe arriti për me fitu kauzën e vet. Mund ta bëjnë dot të. Kjo është pyetja. Zenika? Unë jam dakord me zotin Lapaj, nuk kam në i pritshmëri nga ky parlament, është parlament i ri, po avaz i vjetër. Unë nuk e kam ndjekur shumë parlamentin me thënë drejtën, sepse më vjen, si i thon nga Vlora, më vjen si vilani, nuk e duroj dot kur i shikoj. Po ato mbledhjet e komisioneve i kam ndjekur të paktën financës dhe shikoj që ka një nivel, të them, nën mesatar është mirë. Sepse që në momentin që dëgjoj argumentimet, dëgjoj mënyrën si duan t'i alokojnë gjërat dhe t'i bëjnë, po unë besoj që kjo çdo gjë është tendencioze. Dhe çdo gjë bëhet në këtë nivel, sepse atë nivel mund ta manipulojnë dhe mund ta trajtojnë ndryshe. Dhe pak a shumë të tillë i duan njerëzit. Ti po shikosh, kjo nuk është vetëm parlament, kjo shtrihet në çdo institucion, shtrihet si kapilar kudo, kështu që nuk kam ndonjë pritshmëri për parlamentin. Qartë. Okej, do kalojmë shumë shkurt publicitet për të rikthyer në studio në minutat e fundit që na kanë